Përshëndetje perëndeshat e mi, përshëndetje kudo që ju kanë anataro, përshëndetje Cuna, përshëndetje zemrat e mia, ju që jeni në Angli sidomos. Ju uroj një fillim jave, sepse ky parashikim është për tërë javën. Të shohim se çfarë do sjell letra e javës për ju. Kudo që t'jeni, ju uroj netarua nga Amerika deri në Shqipëri, nga Saranda për në Shkodër, nga Kosova për Maqedoni, nga Italia, Greqi dhe Gjermani. Kudo që jeni dhe ju në gjithë botën, në gjithë globin toksor, uroj që kjo javë të jetë sa më e mbar për ju. Vazhdojmë me letrën e javës. Letra e javës për ju. Këtë javë disa nga ju po ndryshojnë në mënyrë më të dukshëm, më të mirë të jetës së tyre. Universi po të hap një derë shumë të madhe dhe shikoj që këtu je duke zhvendosur energjinë dhe po vendos mundësi të reja në jetën tënde. Shikoj që po pret disa informacione, disa gjëra të reja për veten tënde dhe me sa shikoj këtu, po vjen diçka ditën e nesërme dhe të pasnesërme, domethënë e martë dhe e mërkurë. Është një detyrë që të bën të ndihesh pak e shqetësuar ose është një problem që të shqetëson pak, por mos u bë merak, sepse është diçka që do të qetësoj dhe do të lehtësoj gjithë barrin që ke aktualisht në jetën tënde. Në këtë letër shikoj që ju kërkoni një mesazh ose një email që po ofron nga universi, nga personat, nga lajmet që jeni duke pritur nga personat, ose një sqarim çuditërisht nga një person që keni pasur një situatë në të shkuarën, edhe është një situatë specifike në jetën tuaj, që ti do që ta zgjidhësh këtë situatë, ta mbyllësh këtë situatë dhe të fillosh të ecësh përpara. Me sa shikoj, disa nga ju do kenë fitime të vogla këtë javë, siç janë zbritjet, kursimet e papritura, diçka që dëshiron të vjetë në dispozicionin tënd. Këtu shikojmë që ka një shans të mirë për të fituar, pak më shumë, pak më pak, gjithsesi shikoj që kjo javë ka diçka pozitive. Kjo javë për disa nga ju është në përputhje me rezultatet e famshme që keni kërkuar, por po hyn ose në sakt po hap një dritare të re në jetën tënde, ku gjërat tani tutje do fillojnë të lëvizin, të eci përpara, të fillojnë sipas asaj që ti ke dëshiruar, dëshirës tënde, domethënë. Disa nga ju duhet të presim pak një moment këtë javë, mos u nxitoni, mos u ndjej veten tënde sikur kjo javë është pozitive, e ndjej pozitivitetin, ka energji pozitive dhe të nxitosh, sepse është një sens dëshire që të shtyn, por për mendimin tim gjithmonë prit një moment që në këtë javë të ndihesh akoma me fat, të ndihesh akoma me energji pozitive, sepse energjia pozitive dhe fati është në anën tënde. Disa nga ju kanë një shqetësim dhe ky shqetësim që shikoj këtë javë, ti shpreson të dalë e vërteta. Mund të keni pasur një keq kuptim në familje apo diçka, edhe ti pret që të dalë e vërteta dhe kjo e vërtet sikur del në këtë javë. Dhe ti thua, shqyr Zotit që doli, sepse mezi po e prisja. Keni pasur keq kuptime apo disa gjëra që nuk u kanë ecur. Shikoj që kjo javë është javë me fat për ty. Dhe këtu shikoj që ose ndjej më saktë që disa nga ju përmbajnë një qëndrim dhe mendojnë sikur kjo java pozitive do më japin kurajim, do më jap fat dhe do më japin energji, dhe është e vërtet. Kjo është një javë me fat, është një javë për të gjitha shenjat e horoskopit që duhet të punojnë me intuitën e tyre pavarësisht përputhjeve të problemeve që kanë, pavarësisht dëshirave të tyre që kanë. A ka rezultate? Kjo gjë po ka rezultate. Kjo është një moment i mirë në javën që jemi dhe me sa shikoj ti shpreson që të dalë e vërteta. Dhe e vërteta po del. Kjo është java jote. Uroj që ti të punosh me kujdes për veten tënde dhe të mbash atë energjinë pozitive që ke në dispozicion këtë javë. Ju përshëndet në netarua, kush ka dëshirë për lexime private, dini ku të më gjeni, më shkruani në privat, në Instagram apo në Facebook Taro Energji 1, në Instagram Taro Energji 1 dhe këtu në TikTok Taro Energji 1. Të vetmet faqe që nëna Taro disponon është kjo që unë flas, kjo që jemi këtu. Taro Energji 1. Ju përshëndet nëna.